Kapitulli 28. Pas i shvëtuam, morëm vesh se ishulli quhej Maltë. Vendasit të reguan një dashamirësi të pazakontë ndaj nesh. Ata ndezën një zjarr e na mlodhën të gjithëve rreth tij, sepse kishe filluar të binte shi e bënte ftohtë. Pali i kishe mbledhur një krah dru dhe po i vinte në zjarr, kur ju lidh rreth dorës një në përkë, që doli për shkak të nxehtit. Kur e pan vendasit gjarprin që varri në dorën e tij, i than njëri tjetrit: "Ky njeri duhet të jetë vrasës." Edhe pse i shpëtoi detit, drejtësia hyjnore nuk e lejoi të jetojë. Pali e shkundi gjarprin në zjarr e nuk posoi asgjë të keqe. Ata po prisnin që të ejtej, apo të binte i vdekur me njëherë. Por pasi pritën shumë dhe panë se nuk po i ndodhte asgjë e pazakontë, ndruan mendje e filluan të thoshin se ai ishte perëndi. Afër atij vendi gjendeshin tokat e të parit të ishullit me emrin Publi. Ai na priti e na strehoi mitësisht për 3 ditë. I ati i Publit ishte i sëmurë në shtrap, me ethe e me dizenteri. Pali i u afrua atij, u lut, shtriu duart mbi të dhe e shëroi. Pasi ndodhi kjo gjë, edhe të sëmurët e tjerë të ishullit erdhën te Pali dhe u shëruan. Ata na nderuan shumë dhe kur po niseshim, na dhanë me vekte gjithçka që na nevojitej. Pas 3 muajsh, u nisëm me një anije të Aleksandrisë që e kishte kaluar dimrin në ishull dhe e qëmbante emblemën e Dioskurëve. U ndalëm në Sirakuzë, e ndenjëm në aty 3 ditë. Pastaj lundruam për gjatë bregut dhe mbritëm në Reggio. Pas një dite filloi të frynte juga dhe për 2 ditë arritëm në Pozzuoli. Aty gjetëm disa vëllezër besimtar vendas, të cilët na u lutën të rrinim me ta 7 ditë. Pastaj shkuam në Rom. Vëllezërit besimtar që ishin atje, kur dëgjuan për ne, erdhën që nga forumi i Apit e nga 3 tavernat për të na takuar. Kur i pa, Pali falenderoi Perëndin e mori zemër. Pasi mbritën në Rom, Pali në lejuan të jetonte vetëm dhe i vun një ushtar për ta ruajtur. Pas 3 ditësh, Pali thirri krerët e judenjve dhe kur u mblodhën, u tha: "Vëllezër, edhe pse nuk kam bërë asgjë kundër popullit ton apo traditave të etërve tan, më kapën në Jeruzalem dhe më dorëzuan në duart e romakëve. Pasi më morën në pyetje, romakët deshën të më lironin sepse nuk gjetën asnjë faj që të më dënonin me vdekje. Por judejnë të kundërshtuan dhe unë u detyrova të kërkoj që të gjykohem prej Cezarit. Këtë nuk e bëra për të ngritur në një padi kundër popullit tim. Prandaj edhe kam kërkuar t'ju takoj e të flas me ju, sepse unë jam në këto pranga për shkak të atij tek i cili shpreson edhe Izraeli." Ata i thanë: "Nuk kemi marrë asnjë letër nga Judeja për ty dhe asnjë nga vëllezërit e judejnë që kanë ardhur këtu nuk na ka treguar gjë e as ka folur keq për ty. Megjithatë, ne duam të dëgjojmë nga ti çfarë mendon, sepse e dim se kudo flitet kundër këtij sekti." Ata caktuan një ditë për ta takuar dhe shumë veta shkuan atje ku banonte ai. Që nga mëngjesi deri në mbrëmje, ai u shtjellonte dhe u predikonte për mbretërinë e Perëndisë dhe përpiqej t'i binte për Jezuin, duke filluar që nga ligji i Mojsiut e deri te librat e profetëve. Disa u bindën prej gjërave që tha, ndërsa të tjerët nuk besuan. Kështu ata nuk hëran në një mendje me njëri tjetrin dhe kur po largoheshin, Pali u tha: "Mirë u foli shpirti i shenjtë etërve tuaj me anë të profetit Isaia kur tha: Shko te ky popull e thuaj, kanë vesh për të dëgjuar, por nuk kuptojnë, kanë sy për të parë, por nuk shikojnë. Zemra e këtij populli është bërë pandjeshme dhe u janë rënduar veshët. I kanë mbyllur syt që të mos shohin me sy, të mos dëgjojnë me vesh, të mos kuptojnë me zemër, që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar."
Dijeni pra se Perëndia u dërgoi këtë shpëtim kombeve pagane. Ato do të dëgjojnë. Pali qëndroi plot 2 vjet në shtëpinë që kishte marrë me qira, ku edhe priste të gjithë ata që shkonin tek ai. Ai u predikonte mbretërinë e Perëndis dhe i mësonte të vërtetën e Zotit Jezu Krisht gjithë guxim e panguruar.